Në rrëzët të Kallamesë. Kënga popullore po shkon drejt degradimit. Sejmen Gjokoli, mjeshtër i madh dhe një konsisht drejtues i qendrës kulturore Aulona në Vlorë, thotë se jemi në fazën ku po humben vlerat. Sipas Gjokolit, kënga popullore ndahet në dy periudha, në atë të viteve 1993 deri në vitin 1995, ku kultivohen në çdo vatër apo event për të mbajtur gjallë si traditë dhe kulturë e zonave, si dhe faza e dytë e viteve të modernizimit, ku lindën shumë grupe të reja, ku shumë prej tyre nuk e kultivuan këngën në të njëjtën mënyrë si paraardhësit, duke sjellë shkëputjen nga tradita e dikurshme dhe duke shkuar drejt degradimit të saj. Po nga eksperienca që kam në shumë vite që po merrem me trashëgimin shpirtërore në veçanti dhe me atë kulturore, do t'i ndaja në dy momente këtë zhvillimin e këngës tradicionale, domethënë mbas ndryshimit të sistemit, do të veçoja ato vitet e para, kam parasysh këtu 92, 94, 95, kur mendohej se kjo këngë që kishte ardhur kështu si një tradit, edhe që në shumë zona kjo ishte mbizotruese në kulturën tradicionale, në jetesën e këtyre njerëzve, do të shuhej apo do të kalohej në një asfiksim të saj, dhe ndoshta me këtë arsyetohet edhe lindja e disa grupeve, po kam parasysh këtu grupin Dallëndysha, është grupi i parë që është krijuar i drejtuar nga një regjisor Kondo Kondi me origjinë nga Kuçi i Vlorës, po që banonte në Tiranë. Pastaj erdhi Asambli Labëria në Vlorë me një shpëtim aliraj dhe ky një dashamirës i këngës e i folklorit për të vazhduar mëtej pastaj me Asamblin Çipinit Tomor Lelos, me grupin Bilbili që e kam menaxhuar unë prej 94-s, e kështu me radhë. Pra kjo është ajo faza që unë këto i shikoj si një përpjekje për t'u gjendur këtyre ndryshimeve. Do të flisja pasaj për fazën tjetër që erdhi ajo e zhvillimeve të mëtejshme që u konsolidua në përgjithësi, u morë vesh që kënga nuk do të shuhej, sepse nuk ka si shuhet një traditë dhe një po themu një produkt shpirtëror që vjen edhe si trashëgimi. Dhe këtu ndërsa më gëzon fakti që kanë lindur shumë grupe, ka një interesim edhe nga mosha të reja, natyrisht nuk ka se si të mos të më bjerë në sy, apo të mos e vrej që këtu ka pasaj edhe degradime që i bën kësaj kënge, ka një lëvizje të fort, do të thoshja unë nga ajo tradit, sepse kënga ka ardhur si një nevojë shpirtërore për të shprehur natyrisht ato zhvillime të kohës, si qka qënë edhe në munges të aktiviteteve të tjera, po them, kulturore të kohës, dhe kënga ishte ajo që i shprehte të zëmë në dasma, në gëzime, në muhabete, në tavolina, në tryeza, në sofra tradicionale. Kënga vitet e fundit sipas Sejmen Gjokolit është kthyer në një malltregu, duke u kryer vetëm për biznes. Sipas Gjokolit, duke kënduar për tema të ditës, si për reality show apo të presësh me këngë politikanë të ndryshëm, nuk i bën mirë vetë këngës. Gjokoli thotë se në këngën popullore ka tema të ndryshme lirike, për të cilat ja vlen të këndohet, të trashëgohen në breza. Këtu unë do ta lidhja me një gjë, që padrejtësisht kënga është kthyer në një mall tregu. Kështu do ta konsideroja unë, dhe kjo asesi nuk mund të mirëpritet, paktën nga ata njerëz që kanë njohur këngën, fuqinë e këngës dhe çfarë ajo ka shprehur, e kupton, jo në vite, në dekada, po në shekuj, dhe pastaj kur kalon në tema të tilla që unë do t'i quaja tema të ditës, këto nuk i bëjnë mirë këngës, sepse nuk i bëjnë mirë trashëgimisë, nuk i bëjnë mirë traditës. Absolutisht, ne kemi këngë të bukura lirike, ne kemi këngë të bukura epike, historike, kemi legjendat tona, kemi të gjitha zhanret e dukurisë tradicionale e shpirtërore, ne i kemi dhe ne asaj duhet i bëjmë hizmetin. Vitet e fundit kemi kaluar nga një këngë popullore ku i këndohej vashës, bukurive natyrore, vlerave kombëtare, traditës
në këngë të thurura për edicione të ndryshme apo politika në nivelet më të larta drejtuese të shtetit, të cilët pritet me këngë ta bani në mitingje apo takime elektorale.